Kush do ta fitoj Big Brother Benja V5 është pyetja që bëhet tani më në studio, në rrjetet sociale, kudo, në biseda midis njerëzve, e sondazhet janë ato që janë shpërthyer në masë si në webe, si në Insta Story të personazheve publik, pra kudo po kërkohet të jepet mendimi, të shikohet se kush ka më shumë mbështetje, edhe pse Big Brother nuk shikohet ditët e fundit, por sigurisht këto ditët e fundit është më së shumti kurioziteti për të parë se kush është i preferuari i publikut. E nëse do të marrim në konsiderat sondazhet që po bëhen në websajtet e lajmeve, dyshja e cila është edhe në sondazhet që bëhen në Insta Story është padyshim Mateo dhe Selin. Ka një lloj avantazhi të Mateos në sondazhet që bëhen nga figurat publike dhe jo vetëm në rrjetin social Instagram, nga ana tjetër ka një tejkalim nga ana e Selin, pra që është pak më lart në sondazhet që bëhen në websajtet e faqeve që janë në Shqipëri, si Anabel, apo dhe Gazeta Shqip, apo Top Albania Radio. Ka një numër të jashtëzakonshëm për këto dy banorë, ndërkohë që në mënyrë të çuditshme me 0 është Rogerti, është finalist. I bie që nuk pas ka audiencë, i bie që nuk pas ka njerëz, i bie që nuk pas ka mbështetës. E çuditshme është se si është me 0, por sidoqoftë edhe Miri është deri diku aty me një mbështetje minimaliste në këto sondazhe. Flas për ato që kam parë, për ato që kam shikuar dhe për ato që janë të verifikueshme, se vota që dërgohet është tjetër hesap dhe nuk kemi si i hym, se nuk kemi në të dhënat e Top Channelit për të parë se kush e ka votën, por duke parë të gjithë këto, padyshim unë kam thënë që në krye të herët që për mua në podin final për çmimin e madh është padyshim Mateo dhe Selin, por do të ndalem tek një zhvillim që ka në shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse janë vetëm 4 finalistë dhe duket se kur nuk ka situata, por sidoqoftë në një bashkëbisedim që Selin kishte me Rogertin, që për mua është e çuditshme se si ajo ulet bisedon me njeriu që e ka degraduar në këtë Big Brother, e ka etiketuar në format dhe në mënyrat më të llatarshme, duke ulur dinjitetin, duke ulur si femër, duke ulur si njeri, po ndërkohë gjen hapësira për të konsumuar biseda dhe për të bërë këto analizat e lojës, dhe një nga situatat apo një nga fragmentet që ajo e ka mohuar, që e ka bërë, le të themi, me kast Mirit, është kur e ka provokuar aso kohë që edhe Miri vetë e kujtoi që sipas ti, Selini ka thënë që ti ke qef të lozësh me vajza 23 vjeçare, ndërkohë që Rogerti të mbrëm Selini tha, jo, nuk ja kam thënë, ndërkohë që dolën videot që nuk të falë rrjeti i monton aty ka çdo fragment të 4 muajve Big Brother, nëse Selin, e cila shpreh që unë kam një memorie të frikshme, nuk mund të ketë harruar që ja ka thënë me gojën e saj Mirit këtë gjë, që ja ka pohuar dhe banorëve të tjerë kohë më parë në këtë lidhjen që unë thash që është bërë kësaj videoje, e që padyshim nuk të falë rrjeti kur ti tenton të mashtros apo të fusësh një rend. Por sidoqoftë po shikoj një angazhim si të Rogertit për edhe të Mirit për të sulmuar Mateon, për ta sformuar apo për ta bërë atë të ndjehet jo fitues në këtë format, por sidoqoftë që nga dita parë deri më tani, në atë që unë e kam parë dhe analizuar, padyshim që Mateon, ose do ta kapim në cilësitë njerëzore që i ka treguar më së shumti si personazh dhe nuk ka bërë strategjitë e lojës me intriga apo me kthjertra pas apo me maska, apo të shkojë te degradimi, tek banaliteti, tek cënimi, më së shumti është kundërpërgjigjur, edhe pse ka ato gabimet e veta. Sigurisht që në Big Brother, në jetë, edhe në këtë botë, askush nuk është perfekt, ka dhe qasjet që ka pasur gabim, por në total, si lojtar, është treguar personazh njeri se sa personazh lojtar. Pra është kjo lloj tendenca e Rogertit për ta nxitur, që të provokohet Mateo, që dalë me zarfëzi, siç kam thënë dhe herë të tjera, dhe pse vetë të lusunin Rogerti e ka humbur dhe nuk po i lë asnjë shihet të mirë publikut në këto ditët e fundit të qëndrimit përpara finales së madhe të 18 prillit, që është të shtunën, që pritet të shikojmë se kush do të shpallet fitues për ta përmbyllur këtë Big Brother, që në fund të ditës do të mbahet mend për agresionin, për këto situatat
e provokimeve, baltosjes, e sherreve, inateve të shumta, e love storyve i ka pasur të gjithë ngjyrat ky Big Brother. E sonte në mbrëmje do t'jetë fan klubi final, ku aty do të shikojmë edhe Brikenën, e cila që pas daljes nga gjysma finalja ka qenë në një heshtje totale, si në intervista, por edhe më së shumti në rrjetet sociale, aty ku fanbase i saj e kërkon çdo sekondë, çdo minutë, janë kapur disa fragmente ku ajo është parë më unazë në gisht, teksa ka folur për Mateon, për më qartë, më pastër dhe më drejt. Sigurisht që do ta shikojmë sonte në fan club finale, ku do t'japi le të themi të gjithë pikpamjet e saj, jo vetëm për raport me Mateon, ku një fragment që është bërë viral që do ta shikojmë sonte është pikërisht pse ajo pranoi që të kishte një njohje përtej asaj që kishte dikur me Mateon, është sipas Brikenës siguria, insistimi dhe ky djali këmbgulës që nuk u bëi bezdisur, por ndërkohë për mua dhe për gjithë ata që kanë parë në optikën time, Mateo është treguar shumë gentleman, ka treguar një qasje tjetër, nuk ka qenë insistues, nuk ka qenë shtypës, nuk ka qenë, le të themi, ndikues që ta marrë me dhunë të gjithë atë që ka kërkuar në raport me Brikenën, por ka ardhur në mënyrë graduale, edhe pse kanë pasur ato ulje dhe ngritjet e tyre normale dhe të pa shmangshme në një format si Big Brother, ku qimja bëhet tra, por sidoqoftë është një nga çiftet që ka vëmendje maksimale të audiencës, edhe kur të dalë dhe kur të mbaroj Big Brother, sigurisht që vëmendja nuk do të ikë për të parë se si do të jetë ky çift tani më pa kamera dhe pa izolimin dhe pa atë lojën që quhet brenda formatit të Big Brother. E duke u ndalur pak të miri hera herës kur shikoj ndonjë video të vjetër apo kur e shikoj në këtë qëndrimin që më së shumti po rri më njanuar, po rri vetëm, ndjej një lloj keqardhje se ndoshta është paragjykuar më shumë se ç'duhet, që është bërë pjesë e një loje e një tangoje me dy persona, ai dhe Selin, dhe pse kjo e fundit është prezantuar edhe nga të tjerët me një qasje jo shumë të rënduar, siç ka marrë në shpatulla vetë Miri, duke qenë një burr i martuar, duke qenë baba, edhe sigurisht në këtë diskutimi që kishte Selin me Rogertin brëm, se kanë folur për shumë episode, kanë përmendur dhe këtë episodin e qasjes që Rogerti e ka parë Mirin duke provokuar aso hore, duke provokuar aso kohë me pjesën e incestit, dhe Selin shpjegoi që Miri ka moshën e babait, nuk do donte që babai i saj të fuse në Big Brother, këtë gjë nuk do ta bënte, ndërkohë që në këtë rrugtim Selin ka dhënë sinjale, ka luajtur, e ka prekur, ka mbajtur lojën, e ka dashur aleancën, e ka dashur krevatin, e ka interesuar, por me një lloj dinakërie, kur e pa që u konsumua dhe nuk kishte më se çfarë të ofronte, jo vetëm për shtëpinë dhe për audiencën e madhe, sigurisht që shkoi drejt Gimbos për një love story, dhe pse nuk zgjati shumë se Gimbo iku nga shtëpia, por sidoqoftë u rikthyen sërish në këto debatet me Mirin, me Rogertin, dhe me këtë nervin që Selin e ka treguar dhe përgjatë këtij rrugtimi, që është këmbgulse, që është guximtare, që janë element që e ka ndaluar si lojtare, por që në mënyrë të pashmangshme, në mënyrë edhe të shumtuar, ka treguar dhe anët e saj që është shumë ofenduese, që është shumë me një lloj paragjykimi edhe për vajzat e tjera, duke i nënvlerësuar, duke i ofenduar, edhe me një lloj tangërdhiku dhe me një lloj krekosje që sigurisht në moshën e saj dhe me të gjithë atë që ajo ka kaluar dhe që e kanë bërë një lloj kryefjale në Big Brother në mënyrë të pashmangshme, mund t'i rrinte mirë në një kostum nëse do të ishte më shumë popullore dhe jo me këto element që unë thash edhe që e kemi parë është komentuar dhe nga opinionistat, ja kanë thënë edhe në prajmet kaluara që ke një lloj arrogance që duhet ta ulësh, por kur jemi në ditët e fundit tani as nuk bitiset, as nuk ndreqet, thjesht komentohet dhe jepet një lloj panorame të gjithë këtij Big Brotheri, duke marrë parasysh edhe atë çfarë publiku do, këmbështet, sondazhet, kush do të shpallet fitues, surprizat që do të bëhen në natën finale, që padyshim do të zbulohen dita ditës deri ku të shkojmë të shtunën. Do doja të dija mendimin tuaj për gjithë këto situata që po ndodhin, për gjithë këto sondazhet e pafundme që ka dhe për këto dyshen kokë më kokë që ka mbështetje masive
në rrjet kudo, siç është Mateo dhe Selin. Për ju kush është fitues, i lini në koment, për mos harroni edhe t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.